Lidha Demokratike, duke marrë parasysh që e ka tejkalu liderën e vetë, vendimet i merr në mënyrë kolegjiale. Do thotë nuk varen vendimet vetëm prej një njeri politik. Do thotë A ka ndodhur kjo? A janë marrë vendimet veç prej një njeriu? Unë mendoj se që në këtë rast është Lomir Abdigjiku? Jo, unë mendoj se megjithatë kuvendin do thotë i kalum me 60 diçka % e rikonfirmoi zotin Abdigjiku, edhe pse nuk ishte ndonjë do thotë kështu dhe do thotë këto janë mënyra demokratike se si mirën vendimet në një parti politike. Unë mendoj se do të ketë një debat, do të vazhdoj ky debat. Zoti Abdigjiku është në të drejtën e tij demokratike që të kërkon ta mbajë pozitën e vet, mirë po janë procedurat të cilat parapame me statutin e Lidhës Demokratike, se si fillohet ta zojmë procedura për rikonfirmim ose për zgjedhjet mbrëmshme brenda partisë. Unë mendoj se LDK do të shkon nëpërmes një procesi të tillë, të tensionimit mbrëmshëm, dhe se në esencë kjo është një mundësi për Lidhën Demokratike, sepse në parti tjera nuk është që janë këto mundësi për mu hap një debat i mbrëmshëm, përderisa